Zonja Lala, opozita pretendon se pati manipulim zgjedhor dhe ndikim të krimit në zgjedhje. Ju si gazetare që mbuloni këtë fushë, çfarë keni parë, dëgjuar, konstatuar në këto zgjedhje? Në mënyrë përgjithshme, pastaj në mënyrë specifike. Po, patjetër. Unë kam thënë edhe të hënën në një lidhje direkte që kemi patur bashkë, teksa jam kthyer nga qarku i Firit, kam kuptuar që patronazhimi është një skem perfekte e ndërtuar nga mazhoranca socialiste, që ka krijuar jo vetëm, pra i ka mundësuar një numër shumë të lartë mandatesh në kuvend, por çfarë ka krijuar? Ka krijuar intimidim në këndvështrimin tim tek zgjedhësit ose frikë tek ata për të votuar subjekte të tjera zgjedhore. Po të pyesi qytetarët, por edhe sot që ishan kashar, besoj do flasim për incidentin gjatë gjithë ditës, qytetarët kur i pyesje se përse për kë votuat dhe ata mund të ta jepnin jashtë kameras për kë kishin votuar, kur i pyesje a ndjet ju frikë apo intimidim, kishin frikë se mos na zbulonin ku ne dërgonin votën. Kjo është e para. E dyta, unë mendoj që për shkak se Shqipëria është zbrazur dhe këtu ka pjesa dërmuese është administratë publike, e po ashtu u është kërkuar administratës që të sjellin vota të fotografuara nga jashtë vendit, pra nga diaspora, vota me qëllim për të gjithë të afërmit, miqt apo të njohurit që kanë jashtë vendit, është një formë tjetër e blerjes apo ndikimit të votës. Krimi organizuar në këndvështrimin tim ka patur ndikimin e vet. Po të ndalemi në qarkun e Elbasanit, Sara Mila është një vajzë e cila një zonjë. Kam pyetje specifike. Dakor, një fjali po e kaloj. Është një zonjë e cila nuk ka patur asnjë kontribut publik, por nga ana tjetër rezulton gruaja më e votuar në qarkun e Elbasanit. Si është e mundur një gruaj që deri dje nuk njihet nga 90% e qytetarëve, për shembull në Gramsh, në Peqin apo në Librash, dhe nga ana tjetër merr mbi 60% e votave? Pse e akuzon Sali Berisha Sara Mila, që ka marrë më shumë se 18.000 vota? Po, unë nuk di pse akuzon Sali Berisha, se për ato duhet pyesni zotin Berisha, por po të flasësh me qytetar në Elbasan apo me qytetar në Librash e tjerë me radhë, ata të tregojnë dhe të thonë, dhe këtu ka jo vetëm unë si gazetare, por kanë qenë shumë gazetarë atje me integritet, Birni e tjerë me radhë, dhe ka dhe një shkrim të Birnit, por edhe raportime të tjera, të cilët qytetarët ishin orientuar për të votuar këtë zonjë. Dhe në këtë aspekt, fakti që ajo nuk ishte asnjë kontribut publik, ishte thuajse një personazh i panjohur në qytetin e Elbasanit. Dhe nga ana tjetër rezulton me votuara, kjo të ngre dyshime që krimi organizuar ka ndikuar në këndvështrimin tim ose të dhënat flasin që ka patur një ndikim të organizatës së Suel Qelës. Këtë mbete ta provoj prokuroria posaçme. Shkojmë në qarkun e Durrësit. Ato emra të cilët Prokuroria posaçme është ndalur në këtë rast? Po ka hetime në Elbasan, janë 5 raste të regjistruara, por duhet të shohim rezultatet. 5 raste janë për këtë rast? Jo, 5 raste në gjithë qarkun e Elbasanit, të cilët janë duke hetuar për korrupsion në zgjedhje. Se sa do të arrit ti provoj pastaj prokuroria, i takon prokurorisë të japi shpjegime. Për zonjën Mila thuhet që është edhe gruaja e biznesmenit dhe mund të ketë ndikime edhe të këtij lloji, e kupton? Se njerëzit shkojnë shumë kështu në Shqipëri. Që unë ngrita dyshimet, prokuroria e provon. Zonja në fjalë mund dalë t'jap reagimin e vetë në lidhje me këtë gjë. Po të flasësh me qytetarët dhe unë mbaj përgjegjësi për këtë që them, po të bisedosh me qytetarët, ju të shkoni si gazetarë dhe të pyesni, ishin orientuar drejt kësaj zonje. Dhe mjafton të ndalesh tek të flasësh aty, sepse ka me kontribut shumë të çmuar brenda Partisë Socialiste që nuk kanë marrë vota. Shkosh në Durrës. Ne dinim që përpara se të dilte Arkend Balla dhe Ani Drymishi që do kishin këtë rezultat që është sot dhe ka vend për të hetuar. Dhe unë dyshoj fort, sepse unë kam qenë në Durrës dhe kam qëndruar thuajse një ditë të tërë enkas për këtë çështje. Për të parë mënyrën se si reagon. Tani shkon në Sukt, ke një treg që kontrollohet nga një eksponent i krimit të organizuar. I kalojmë që kolegët dhe të Zhabina. Ti çfarë është njëjta pyetje siç bëra Klodi në fillim. Çfarë ti mendon? Ajo, unë e kam thënë edhe më parë këtu në studion tënde Ylli, që mendoj që prokuroria e posaçme duhet fokusohet tek të rinjt. Klodi tek deputetët e rinj, fytyrat e reja që ka sjell politika në këtë fushat zgjedhore. Klodi përmendi ata që konsiderohen të rinjt në përqarqe, Sara Mile, Ani Dyrmishi, dhe këtu duhet fokusohet puna e prokurorisë së posaçme dhe të na sqaroj një herë mirë nëse orientimi i votës drejt këtyre kandidatëve,
pasi me të drejtë Klodi thotë që deri para një muaj askush nuk e njihte Sara Mile në Elbasan, dhe kam përshtypjen që nuk kishte asnjë kontribut në Partinë Socialiste në qarkun e Elbasanit, dhe na thot nëse orientimi i votës drejt tyre kandidatëve është apo jo krim zgjedhor, është apo jo korrupsion zgjedhor. Por prokuria e posaçme duket që sa i takon korrupsionit zgjedhor ecën me hapin e breshkës, e ka treguar këtë, sepse ngrihet pyetja pastaj se çfarë vlere do të ketë nëse ka pasur korrupsion zgjedhor në këto dy qarqe që ne jemi duke diskutuar. Dhe këto kandidat kanë siguruar vota duke patur mbështetjen e grupeve të caktuara kriminale, ekonomike apo edhe interesa të tjera. Kështu që prokuria thotë që ka regjistruar një sër kallëzimesh, por deri tani jemi vetëm tek statistika, nuk kemi rezultate konkrete, dhe krimi zgjedhor, korrupsioni zgjedhor, kam përshtypjen që do të kishte një vlerë nëse do të ishte i parandaluar, apo do të jetojë në një mënyrë shumë të shpejtë nga ana e prokurisë së posaçme. Parandaloje keni fjalën ja. Të parandalojë nëse parandalimi është i pamundur, atë të jetojë në mënyrë shumë të shpejtë, pasi nuk mjafton vetëm që një prokuror i prokurisë së posaçme të dalë disa herë në qytetin e Elbasanit, të shkojë atje të bëjë disa vizita dhe mos të kemi një rezultat konkret. Ela? Ju thatë që denoncimet deri tani ka bërë Partia Demokratike. Pra Partia Demokratike pretendon që në mënyrë masive është intimiduar, është blerë vota, është drejtuar se ku duhet shkoj, dhe si rezultati gjithë kësaj, Partia Socialiste ka arritur të marrë 83 mandate. Që të aprovosh këtë gjën, duhet të kesh një institucion të besueshëm që të ta konfirmoj. Ne bisedojmë me njëri tjetrin, kemi kontakte, njerëz, dhe marrim perceptimin publik të asaj që ka ndodhur deri ditën e votimit. Dhe perceptimi është i tillë që qeveria, gjithçka që ka pasur në varësi administratat, kanë punuar për Partinë Socialiste me të gjitha mundësitë e tyre, me linjën e patronazhimit, kanë bërë të mundur që të vi gjithë ky numër 800.000 votash për Partinë Socialiste, dhe të krijohet kjo diferencë e madhe. Që të provosh që këto vota janë blerë, janë drejtuar, administrata ka punuar që këto vota të prodhohen, duhet që policia, prokuria lokale, SPAK-u, task force-a në përgjithësi e ndërtuar të ta provojë. Ne sot, për momentin, nuk kemi asnjë rast, po asnjë të deklaruar nga task force-a hetim i një individi i cili punon për Partinë Socialiste. Ne kemi disa raste të deklaruara që kanë të bëjnë me PSD-n, një rast të mëparshëm për PD-n, por nuk kemi asnjë rast specifik i cili të thotë, po, jemi duke jetuar xhevën në Shkodër sepse kemi prova dhe po hetojmë që ai ka bërë krim zgjedhor në favor të partisë në pushtet. Dhe ky është problemi.